Më vjen keq, por nuk ka asgjë për të ofruar dhe në dëshpërim, edhe nganjëherë edhe nuk i vë faj shumë qytetarëve shqiptar, në dëshpërim e sipër, duke mos patur opozit, thonë më mirë po rri me këtë që e njohim, më mirë të ham. Dhe kjo politika e ditës pasaj të shkojmë edhe tek çështja e gazës dhe narrativa e Partisë Demokratike se Edi Rama në pranverë nuk do të jetë më në pushtet dhe Partia Demokratike vjen në pushtet dhe Edi Rama do të detyrohet të largohet fal këtij presionit të brendshëm dhe të jashtëm sa qëndron. Dgjoj. Unë them që ka më shumë shanse që nëse i ndodh ndonjë gjë Edi Ramës rrugës për sa i përket drejtësisë apo ndonjë problematike, siç po aludohet, po unë preferoj mos besoj tash e them najen edhe aludimet, po të shoh faktet, po nëse Edi Rama, le të themi, dorëhiqet nesër, më shumë shanse ka Musa Ulqini që të bëhet kryeministër se sa Sali Berisha. Më shumë shanse ka mbreti Leka që të krijojë parti të re dhe të marrë vota se sa Partia Demokratike. Nuk ka asnjë shans. Është fatkeqësi kombëtare. Kjo që po bën Sali Berisha në krye të Partisë Demokratike është krim, është një aksion antikombëtar. Mund të jetë sepse kanë lënë e ardhmja të lutem. Partisë Demokratike dhe mbylli pastaj me politikën e ditës. Ervin Saliani? Ishim mirë tek Musa Ulqini, të lutem. Si do të komente për... I rikthemi, Elisa Spiropali ka thënë sot që ftohet Edi Rama, është një ftesë personale për Edi Rama dhe kjo konsiderohet një vlerësim për kryeministrin shqiptar dhe për Edi Ramën. Kjo është e pavërtet. Më fal, ju se besoj që Ministria e Jashtme të ketë thënë që është ftesë personale për Edi Ramën. Këtë e tha dhe vetë zoti Rama që është një ftesë për... Jo, absolutisht jo. E keni letrën, i kërkoj ekipit tuaj të hapi letrën në ekran në këto momente, ju lutem. Letra thot Dear Prime Minister, absolutisht jo. Ftesat, pra po flasim për bordin e paqes të iniciuar nga Donald Trumpi, po. Janë ftuar disa personalitete nominalisht, siç ka qenë për shembull rasti i Tony Blairit, ish kryeministrit britanik, i cili është thirrur në cilësinë e tij si ish kryeministër dhe nominalisht për të qenë pjesë e bordit ekzekutiv, jo të bordit madh paqes. Po, janë dy borde. Po pra, prandaj prap duhet të sqarojmë. E para punës ka një mungesë transparence nga vetë SBA-ja për sa i përket sa vendeve i ka shkuar ftesa. Ditët e fundit, Reuters dhe AFP-ja kanë reaguar, pra kanë dhënë informacione prap që mbeten për të konfirmuar që janë të paktën 60 shtete që janë ftuar të jenë pjesë e bordit madh paqes me një mandat afërsisht 3 vjeçar. Mos merremi me 1 miliard që ne atyre që duan të jenë, është e pa rëndësishme për mua, për ata për ato vend. Nuk është vërtet, ka thënë Spiropali. Për çfarë? Që do paguhet as 1 miliard euro, as që do vinë. Jo. Ftesa është bërë për ato vende, po mimo, mbas 3 vitesh mund të jetë një kryeministër tjetër dhe mund të paguaj $1 miliard. Nuk besoj që ky është prioriteti, se nëse Shqipëria do kishte interes që të ishte pjesë e një bordi të madh ndërkombëtar të iniciuar nga presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe ky bord vazhdon edhe mbas 3 vitesh dhe Shqipëria ka një interes të jetë pjesë e këtij bordi, nuk është ndonjë problem të paguash 1 miliard. Mendoj që për momentin ne nuk duhet merremi me 1 miliard, që nuk jemi atje. Duam edhe 3 vjet që duam se Shqipëria do të kjo është një ndër kushtet. Do paguajë 1 miliard euro. Jo, nuk është kusht për qenë antar për 3 vjet. Absolutisht jo. Po, nëse është i përhershëm? Po flasim mbas 3 vitesh. Më ftonin studion tuaj kur i bie në 2029 do vi këtu. Do zoti jemi gjallë. Flasim për 1 miliard që në 2029. Për momentin asnjë detyrim financiar. Është debat i kot. Unë mendoj që është debat që nuk ja vlen ta bëjmë. Nuk ka 1 miliard për të paguar. Dhe Rama e ka konfirmuar këtë si kryeministër. Po, e faktë, madje as që do të vinë palestinezët këtu. Tani unë çfarë mendoj unë për bordin e paqes? E para punës është një bord që ka ngjall shumë konfuzion dhe disa pikpyetje. I është çuar ftesa sipas aludimeve në media ndërkombëtare serioze rreth 60 shteteve. Sigurisht që çohet udhëheqësit liderit politik, drejtuesit atij shteti. Në Hungari i është çuar Orbanit. Në Itali me siguri është çuar Melonit, në Shqipëri është çuar Edi Ramës, patjetër është më se normale. E thash edhe në fillim të bisedës tonë, Edi Rama nuk është Edi Rama sot, është kryeministri i Republikës së Shqipërisë. Dhe mirë është që shqiptarët ta kuptojnë këtë gjë dhe bile si takonte edhe Ministrisë së Jashtme që ta sqaronte këtë si rol. Ftesa nuk është për Edi Ramën nominalisht. Nëse Edi Rama lind pyetja nuk do ishte kryeministri i Shqipërisë nesër pas nesër, do ftohej të ishte pjesë e këtij bordit paqes? Jo. Sigurisht që jo, se nuk është Tony Blairi. Jemi ftuar ne. E dyta, është lajm shumë i mirë që është ftuar Shqipëria. Pse? Sepse duhet kuptojmë diçka dhe asnjë media nuk e ka prekur deri më sot.
ftesa nuk ka të bëj me faktin që do të vinë palestineza apo jo në Shqipëri, apo që është lobuar me para për të qenë pjesë e këtij bordi. Absolutisht jo. Ftesa është bërë direkt nga presidenti Trump, pra nga ekipi i tij. Shqipëria ftohet sepse është vend aleat i SBA-ve dhe në një bord i cili pak a shumë duket si një bord konkurrent me OKB-n. Po. Kjo është ftesa, mos gaboj. Po, ja, hapeni, mund ta hapni, dear Mr. Prime Minister.